Përshëndetje. Kam 30 vjetë që jetoj në Greqi. Kam ardhur nga Greqia vetëm për të qenë këtu në protestë. Sepse duke i shikuar atje më rëngjese mishi, ju erdhi fundi, ju erdhi fundi, ju erdhi fundi, ju erdhi fundi. Dhe sot dua të flas në emrin e grave shqiptare, në emrin e nënave, se jam një nën që kam 2 fëmijë, dhe vërtet dhe unë nuk më mungon asgjë se kam 30 vjetë që jetoj në Greqi. Por jam bish shqiptare dhe ndjenjat e mia, rrënjët e mia, paraardhësit e mi janë rritur këtu dhe unë dua të kthehem këtu. Për një jetë më të mirë, për një jetë që mund ta krijojmë të gjithë së bashku. Kjo protestë nuk është këtu vetëm për Tiranën. Kjo protestë është duke i thënë ne të gjithë shqiptarët. Dhe jam shumë e lumtur që shikoj meshkujt, burrat që na quanin agresiv nga shtetit. Që burrat shqiptar për herë të parë dhe gratë të gjithë me fëmijët arritën një gjë që nuk e ka arritur asnjë njeri. Kanë gjithë këto ditë këtu të palodhur dhe në paqe. Kjo është arritja më e madhe dhe këtë duhet ta mësojë Edi Rama. Dhe të gjithë së bashku duam t'i thoni Edi Ramës në 2026 janë njerëzit këtu nga Zëmërimi që ka filluar shumë vite më parë dhe boll në mjerim, boll të udhëheqi me zor. Është sikur ajo që e zgjodha dikë dhe dua të qëndroj me zor. Kur populli po del dhe nuk të do më, si mund të mbash atë karriken me zor? Si mund të mbash atë si të zëgjumi në ky popull? Si e do popullin të jetë në frikë, të jetë në eshtje, siç ka qenë populli Edi Rama dhe të gjithë së bashku tregon që nuk të do më dhe nuk do qëndroj me gojë mbyllur, mu zgjua dhe ju bëtë veprimin më të madh, morët gëzimin që e ka Shqipëria dhe shqiptarët. Sepse Shqipëria ishte në errësirë dhe ka vuajtur dhe ka bërë shumë sakrifica. Por erdhi dita që Shqipëria të thotë që ne mundemi diçka më shumë. Dhe nga Shqipëria ta dini fillovi këtu dhe ta dini që Shqipëria do nxjerrë dritën në të gjithë botën. Shqipëria është kërthiza e tërë botës dhe e tërë Ballkanit. Kam shumë gjëra për të thënë, por kam dhe radhë të tjera. Jam shumë e lumtur që arrita të vi këtu dhe të jem para jush dhe ju them një bravo të madhe derisa të ik se do rri vetëm këto, do qëndroj këtu. Rama Hamburg, Rama Hamburg, derisa Hamburg. Rama, mundet të ikësh vetë, s'është nevoja të qëndrosh më në një popull që nuk të do më. Populli kërkon liri dhe të jetë i lirë. Përshëndetje o njerëz të mirë, o bashkëvujtësit e mi